Nderuar miq, selam aleikum, mirë se rishihemi sërish në emisionin e përditshëm në këtë muaj të begatë të Ramazanit, Agjerimi na edukon. Agjerimi na edukon jo vetëm si të forcojmë lidhjet tona, si të forcojmë zemrën tonë me Zotin, por se edhe si të ndërtojmë raporte sa më të shëndetshme dhe me njerëzit, kryesisht familjarët, farefisin dhe të afërmit. Dhe sot do të fokusohemi tek lidhjet e besimtarit me farefisin. Kujdesin që duhet të ketë ndaj farefisit dhe etikën e besimtarit në raport me anëtarët e farefisit. Për këtë temë ne kemi kënaqësinë që të na flasë hoxha e nderuar i cili vjen nga Shkupi, Hoxh Ferit Selimi. Hoxh, mirë se vini. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën që keni bë. Zoti ju shpërbleft edhe pse ju këtu në Kosovë keni hoxhallar boll të rangit botëror, por megjithatë i keni nderuar fqinjet, Zoti ju nderoft. Për ne është kënaqësi hoxh dhe është privilegj të kemi këtu. Faleminderit shumë edhe një herë. Hoxh, do të flasim për lidhjet me farefisin. Kuptohet që Kurani ka ajete dhe porosi të dedikuara ashtu dhe tradita e Profetit alayhis salam mbi kujdesin që duhet të kemi në raport me farefisin. Si ndikon farefisi ende raport me atë që përfitojmë ne? Si e bën jetën tonë më të begatë? Shiqo, dhe thotë, sikur shka e përmendë, dhe thotë ka shumë ajete kuranore që ka folin për farefisin, po ka edhe hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa jo që e banë, dhe thot, jetën tonë më të begat, është një hadith shumë interesant i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën dhe thot të transmeton edhe Buhariu dhe Muslimi. Tu ditë të transmetojnë, dhe thot që është hadith, dhe thot, në atë pjadestalin më të naltë, ku thot që ai i cili ka dëshirë me harru që ka le, e para, edhe dyta më ushtuar riski, dhe ta viziton farefisin e vetë. Ashtu që dhe thot, puna e farefisit është e lidhë ngusht me jetën tonë, se sa kena me jetu, po është e lidhë dhe thot edhe me riskën tonë, të cilën Allahu dhu Gjellal na e ka para pa. Për atë arsye dhe thot, du të me pas kujdes të veçantë në lidhje me farefisin, për atë arsye se kur e ki peshën të farefisi, jo të shokët e to, të vllaznit e to, të afërmit e to, kime pas peshën edhe të hujt. Ama kur tot nuk njofin, atëherë të hujtje dhe thot hala ma garib apo ma jabanxhi. Pra, me kujdesin që tregojmë dhe farefisi, vetëm që marrim sevape dhe shpëlime të mëdha, por se përfitojmë dhe në jetën tonë të përditshme, pra bëhet me begat. Ju thatë nëse kemi një farefis të fortë, të shëndetshëm, unik, kjo na jep një farë statusi dhe një farë po themi dobije edhe në jetën tona të përditshme. Po normal, apo do thotë mas parerë, pra ajo mirësia e farefisit është e përmend me shumë gjana. Ka ardhur në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Çaj njeri i cili ka besuar në Zotin, edhe ka besuar në ditën e gjykimit. Do thotë dy elementet të mëdha të besimit. Mas parerë besimin në Zot edhe në fund më besimin në ditën e gjykimit. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, fel yukrim dhaifa, le ta nderon ka çat musafirin që i ka ardhur këto. Pastaj vazhdon hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahima. Thotë çai i cili ka besuar Allahun edhe ditën e gjykimit, le të marrë lidhjet farefisnore. Ashtu që marrja e lidhjeve farefisnore ka të bëjë mas përherë me besimin tonë. Dhe thotë sa jemi na besimtarë sa s'jemi. Nuk mund shmë konë besimtarë ti nëse nuk folë me babën tanë e me nanën tanë. Mërësh, ose nuk folë me vllavin tanë, ose se viziton motrën tanë. Për nëse të mund të masim, po themi në njerë imanin konkretisht, dhe të shofim raportin që kemi me farefisin. Një për shtyllave të rritjes imanit që është, nderimi i farefisit. Dhe thotë nuk mund shmë konë musliman i mirë, kur dhe thotë nuk i kije lidhjet të bukura me farefisin. Ashtu që dhe thotë prej begative të lidhjeve farefisnore shka është mas përherë të rritit imani. Kjo është puna e parë, po pastaj që përmena hadithin dhe thotë të rritet riski, edhe e treta shka është dhe thotë të rritet ymri. E për këtë arsye pra do të njeri shumë me pas kujdes me farefisin. Hadithet po tregojnë qartë se çfarë përfitojmë nëse kujdesemi për farefisin. Po ndërkohë, a ka hadithe që tregojnë se çfarë humbim nëse shkëpusim lidhjet farefisnore? Pra, çfarë pasojash ka në jetën tonë?
Është një hadith shumë interesant, po ashtu e transmeton Imam Buhariu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ar-rahim muallaqatun bil arsh. Puna e mitrës nanës, se rahim arabisht i thonë mitrës nanës, ku është burimi i farefisit, ka thonë është e lidh me arshin e Allahut dhul xhelal, me një krijesë shumë të madhe. Pastaj vazhdon hadithi thotë kush e ndërpren punën e farefisit, Allahu dhul xhelal e ndërpret çat njeri. Ama kush e lidh, Allahu dhul xhelal ja lidh atina punët. Ja çon ka hajri dhe ka e mira. E për këtë arsye duhet me pas shumë kujdes se a jetë këput farefisin apo jetë lidh farefisin. Në bazë këtij hadithit të cilën transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe duhet me pas shumë kujdes, do thotë me lidh punën e farefisit tonë, e mos me lanë, do thotë këput. Prandaj shohim shumë njerëz, shembuj të individëve të ndryshëm, të cilët ndoshta kanë arritur të grumbullojnë shumë pasuri, ndoshta kanë arritur dhe shumë statuse, po themi brenda shoqërisë, mirë po nuk kanë kontakte pothuajse fare me shoqërinë. Do thotë kjo se bën një jetë të varfër shpirtërore edhe nëse financiarisht janë shumë mirë. Kjo është gabimi më i madh të cilën sot po e bojnë në këtë shoqërinë tonë moderne. Kur njerëzit janë dhënë mas pasunisë dhe pa harrojnë, do thotë farefisin. Sigur kemi plot të raste, për shembull, në Kosovë, në Maqedoni, edhe në Shqipëri, një nanë, për shembull, ka 5 djem, 6 djem, edhe ka me veç. Këtë kanë shku në për gurbet, mas pasunisë, ndërsa e kanë harru babën e vetë, edhe ndanën e vetë. Por e kundërta, kemi plot raste, kur njerëz tukon gurbet, e kanë lanë me gurbet, me pasuni, me ka ketë, mi u gjetë babës vetë edhe nanës vetë, që atëre kur ka mas të i përmin e bojë. Ki do të thotë ai evladi halal. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe ka thonë që njeriu kur vdes, çdo gjë vdes me ta, me plashtim 3 gjanave. Ato 3 gjana kush janë? Do thotë është pas për herë që ta shka e ke dhonë për Allah, apo të na në popull i thonë vakf. Nëse ke dhonë dani parë, mund drejsh dani xhami, ose mund drejsh dani bus, ose mund drejsh dani shkolla, dani rruga, dani projekta, të cilët projekt ja shohin hajrin krejt muslimanët. Kjo është e para. E dyta, apo ke lanë mas veti do një dituri, ke shkruaj dani libër, ja, ke qenë dani arsimtar, ja, ke qenë dani profesor, ja, ke qenë dani shkencëtar, shka njerëzit shfrytëzojnë diturinë tonë. Edhe e treta, për çta të cilën po dojna me fol, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tekst waladun salih yad'u leh. Çfarë është teksti original? Çka thot? Nëse mas veti ka lënë një evlat të hajrit i cili bën dua për ta. Ky është një investim i madh, tashmë. Nëse ke edukuar një fëmijë që lutet për ty edhe mas vdekjes tënde, ky është një biznes i mirë, nëse mund të themi kështu në dimensionet shpirtërore. Njeriu do thotë i mençëm investon te kush? Te fëmijët e vet. Pse? Se çdo janë ardhmëria. E ta shka është ma interesant. Këtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e tregon një gradë shumë të lartë. Waladun salih. Nëse mas veti lën një evlad i cili është salih. Salih, nëse bujna me përkthyje shqip, do të thonë i mirë, por jo në atë mirësinë nashka e kuptojnë, pa është halot diçka pak ma shumë se i mirë, apo super i mirë. Kur je do thotë i mirë, nëse do thot ban dua për ka, për prindërit e tu mas vdekjes. Do thot ato kanë vdek, ti ban dua. Për këtë arsye, Allahu dhul xhelal e ka lënë që namazin ton me automatizëm na me bën dua për vetveten, për prindërit edhe këtë musliman. Për shembull kur thojna Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Zot, falë mua, prindërit e mi edhe krejt musliman deri në ditën kur do të bëhen llogari përpara Allahut dhul xhelal. E qaj i cili ban dua për prindërit mas vdekjes, është do të thotë qaj i miri. E mos folmi të risen gjallë. Se unë shpesh herë po shoh apo thonë dikush po vdek, edhe hajde ta morrim ta fusim në morg. Derisa ti vere gjalli pi gurbetit. Do thotë ai djali vet nuk ka kujdes për ta sa kon gjallë, e çtaj ta presin ku të vdere. Ai mirë është apo thonë, që vjen ai djali vet edhe sheh babën e vet, po duhet më kujdes për prindin sa është gjallë prindi.
Po sa më kujdes, Allahu Dhul Gjelali ka përmend Kur'an. Këshire çfarë rëndësie të marrë ka thënë. Ka thonë qada wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allahu e ka përcaktu mos më bë ibadet kërkujna tjetër përveç se Allahut. Wa bil walidaini ihsana. Edhe prindërve, shka janë farefisi jot më i afër më, s'ka më afër, më ju bë mirë. Po sa më ju bë mirë, nuk kanë nevojë prind mi ushqytje, mi veshje, mi math apo ton, se ato mjaftohen me çato çka i kanë apo ton. Ai ke pa shpeshherë për shembull kur don prindit më avledhën i sen thotë, "Jo, s'ka nevojë se e kam", apo ton. Ose don më harxhu për tani, jo, mos harxhot për mua. Pse? Ka nevojë që të ketë afër, ka nevojë që të ka nevojë për fjalën e mirë. E për atë arsye prindin më shumë ti shka mundesh me randue kur ti thosh, "A be bab." E Allahu Dhul Gjelali ka përmend çta. Fela takul lahuma uffin. Mos gabojmë u thon prindve, A be bab, ku më gjete veç mua, pse unë me shku, pse unë me bë. Ai ke pa këtë njerë kur du fëmijët mi quhe për shembull në qitore me bleda një sen, zakonisht i qojnë atë dvoglit, apo ton. Edhe çtaj ai thot pse bashkë unë me shku, reziston, a mëresh. E ti do tani duhet pak edukat, duhet pak kujdese që po. Do thot mos më kon pi atinve që baba si thu pse, s'ban mi thon asnjëherë prindit pse ose pse unë ose pse ashtu, ose pse kështu. E din ai, më mirë se ti se ku dush me shku, shka dush me bon, shka dush me marru. Dhe këto porosi dhe këto kujdes që duhet të ketë gjithë secili për fëmijëve për prindrit e vet se i ka gjallë dhe pastaj të lutet për ta mbas vdekjes së tyre. Po mbas vdekjes, e ç'kja është ai mirë. Kjo tani a ka vlerë dhe vlen si rregull edhe për nipër dhe për mbesa, pra edhe po themi përtej raporteve prind-fëmijë, pra nipër dhe mbesa për gjyshin apo për gjyshen, apo dhe për farefisin tjetër. Shisho, do thot mas për hera është ajo hallka e parë. Hallkën e parë kush ka? Prindi. Masë vjen hallka e dytë kush ka? Gjyshi. Po masë hallka e tretë stërgjyshi. Edhe kështu me radhë. Ama e para hallk edhe në trashëgimi çka Allahu Dhul Gjelali i ka përmend këto çështje me precizitet shumë të fortë. Për shembull kur dek baba edhe e kalon djalin gjallë, sa i takon, ose kur dek për shembull djali edhe e kalon babën gjallë, sa i takon. Do thot krejt janë të përmendta në Kur'an, 1/6 apo 1/4 apo gjysa apo do thot këtë pasonia, do thot janë do thot sifra të detajume në Kur'anin familjar. Për shka do thot pse ki të bëj do thot falefis me ta, do thot ki të bëjsh do thot me familjen tonë. Ashtu që këto gjona... Pra ke obligime, ke detyrim, nuk është thjesht një vepër e mirë që e bën kur ke kohë të lirë. Për shka se për shembull kur dek dikush, pasunia tina kush shkon? Te djali i tij, apo te vajza e tij, nuk shkon te i huaj. Po edhe shteti apo si shtet, apo laik, i të cilit nuk i interesojnë këto gjona, ja, për këto gjona ka do thot sifra dhe ka matematikë shumë mirë se kush pikuna çka me përfitu. E kur përfitojnë në atë aspektin material, mos folim do thot në atë aspektin shpirtëror. Ndërkohë, çfarë ndodh hoxh kur është farefisja i cili neglizhon, është farefisja i që ndoshta nuk ta kthen me të njëjtën mënyrë respektin dhe kujdesin që ti tregon ndaj tyre. Çfarë qëndrimi duhet të mbajë besimtari në këtë rast? Është shumë interesant një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëri ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe është anku. Ka thonë unë mundona për to, ato s'bojnë për mua kur gjë. Unë i shpërblej ato, nuk din me ju falënderu. Unë i vizitoj ato, s'u vizitoj. Pra edhe në kohën e profetit alayhissalam pas ka ndodhur. Po, në kohën e profetit do të ndodhi me sa duket në çdo kohë do ketë kështu sjellje. Është një hadith shumë interesant kia, po thon, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka i thot, nëse ti viziton edhe ato të vizitojnë, kjo është mukafa. Çka do të thonë, kur dikush ta bën të mirë, ti ja bën të mirë. Është reciproke, dy anësh. Reciproke, po. Kjo nuk zihet. A mërvesh? Ja, kur dikush nuk të bën mirë, ti i bën mirë, kjo është ajo. Tu tregohet sakrifica tashmë, dhe tu tregohet që ke iman, ke besim. Po, kjo është ajo më e forta. Ashtu që do thot ti nuk dush më bën sikur ata. Valla, unë shkova me vizitu, pa ato s'po më vizitojnë, ose unë i respektoj, ato s'po më respektojnë. Ani, ato janë për veti, ti e për veti. Ti tregoj atonën. Ti tregoj që e ki e vlla, ose e ki kushëri, ose e ki e daj, ose e ki e miq, ose e ki hall, ose e ki e teze. Do thot dush më kon çaj, i cili do thot dush me reflektue
imanin tanë të cilin do thot ti e ki. Pse? Se imani nuk është veç me fol, po imani është vepra, të cilat do thot na i kemi. E tash për shembull, a i ki pa fëmit, qaj shka shkon i vizitoni, ja din edhe emrin, edhe kanë respekt për ta. Ama qaj shka nuk shkon mi vizitu, si ja din as emrin, as nuk e din shka e kanë amigja gjallë, a daja shka e kanë. Pse se si ka vizitu kur? E për këtë arsye, dhe thot, do të me hec me zveti gjakin. Se shpesh herë për në ndodhë, në për xhami tona, po vinë me u fejue, kur për këshirin pak ma hollë, kanë dalë kusheri me zveti. Ose e ka lip dhe një tezën e vetë, ose e ka lip dhe një farefisin e vetë. E masë e valla e zban. E po zban pëse, për atë arsye se sa e kanë ti, shka ke mujtë mi qu fëmit të ta formit e tu, si ke qu hiq. Edhe a e rifi mo, ku të rritët, ku e di, ka e ka daj, ka e ka tezë, ka e ka farefis, ka se ka farefis. Ndërkohë sa e rëndësishme është që të tregojmë dhe butësi. Po, na jemi ata të cilët do thotë duhet mi morë fëmijët e tonë edhe mi qute farefisi jonë, edhe mi tregu që ta i kena kushere, që ta i kena brezën e parë, që ta i kena brezën e dytë, brezën e tretë, ku e diun e çka, do thotë mu morë vesh këtë gjona. Ajo do thotë mos me ditë do thotë ka e ki babja, ka e ki migja, ka e ki danisen. Edhe pastaj ajo shka unë po e shoh apëton të sidomos të rinia, pika e tje, e përmen filan qytetin, për shembull, ose përmen filan shtetin ku jeton ai. Po mirë, nuk jemi na kundra asaj na shka ti jeton në qytet, po dush me tregue prej ardhin prej kaj këj. A je pi Drenicës, a je pi Lapit, a je pi Gjakovës, a je pi kujtje, dhe thot për shka. Pra duhet dhe një lloj krenarie për kacin tënde, për origjinën, mundësisht dhe i cilit fisi je. Po, me ditë ato krejt. Po, çka ka një sen? Jo mu mbur me ta, po mu njoft, a mërësh. Sukur për shembull Arab që ka njofët, kush ashtë Kurejsh, kush ashtë për shembull fisi tjetër, do thot ketë ato njifën me zveti fisit. Po edhe ti do thot dush mu njoft. Po, për ata sy do thot ka të shqiptartë, Kryezia, Krasneqja, Gashja, Berishja, ku e diun e çka, do thot fiset. Për atë arsye Allahu Dhul Xhelal ka thonë ja e Johannes. O ju njerëz, unë ju kam bën juve në fise edhe në popuj. Në fise edhe në popuj. Për shka? Li të arafu, për mu njoft njani me tjetër. E na do thot do të mu njoft, a mërësh. Edhe pastaj do thot se cili fis i ka ato traditat e veta, i ka ato doket e veta, i ka ato shenjat e veta. E tash ti i thue vetit për shembull jam Kryezi ose jam Krasniqa, s'ki asnjë shenjë të Krasniqave apo s'ki asnjë shenjë të Kryezit. Do thot çka? Do thot se nuk e ke edukue vetin tanë. Po jo me edukue që mu krenu që unë jam ma i mirë se qërë. Pse se ma i mirë kush është? Inne akramakum inda Allahi atqakum. Ma i mirë për ju është çaj shka është ma i sinqert me Allahun Dhul Xhelal. Që kja është ma i mirë. Por, do thot, me ditë sos pikujna je, qysh je të kje, masën e nesër, do thot, kur vinë martesat senet, mos mu dallashit, do thot, rinia, së kur shka po dallashit. Po, mu respektue gjake edhe mu respektue, do thot, afërsia. Inshallah, Allahu Dhul Xhelal, na ban për atë në shka i njofmi tantë. Të na mas shumë të shka po njifemi, na për vdekje, kapëton. Se tash mo, nuk kanë shmo ato darsmat e mashme shka e kanë bo, e kanë thirë këtë katunin edhe e ke njoft këtë fshatin ose e ke njoft këtë mahallën. Po tash, po njifmi veç në vdekje, po edhe kjo do thot ja ka nisë muzbe, e nuk është një vesi mirë. Do thot mi mësu rinien, me respektue, do thot gjallin, po me respektue edhe vdektin. Ndërkohë, nuk mungojnë edhe situatat dhe rastet e ndoshta edhe të mosmarrveshjeve midis antarëve të farefisit apo edhe të familjes. Sa rëndësishme është që besimtari të ketë butësi, të ketë maturi në trajtimin e mosmarrveshjeve apo edhe të konflikteve, maturi dhe po themi kujdesi i cili buron nga besimi i tij, nga imani i tij, nga shembujt e më të mirëve, shembujt e profetëve. Që do thotë sebepi që mu ngatruhe me zveti vëllezërit, kush është? Shejtani alena. Do thot janë ngatruhe djemt e Ademit al-Islam, sikur shka e kemi në histori islam me Habilin edhe Kabilin. E pastaj do thot a tregua ajo qysh me thonë ajo pafasësia apo ai pendimi shka e ka bon pa është bon vonë. E shejtani s'ka që tërpun. Ka qef me na ngatruhe do thot me zveti. Ama
përpara do thot Adit ka fol plaki edhe ka ngu i rivi. Ndërsa sot e kemi hub do thot këtë tradita pëtan. E do të përsëri mu këthi kjo tradit me ditë se kush ka pesh edhe mund të gjuhë dikush. Jo do thot mu përlat do thot për gjona banale. A në shumicën e rasteve do thot përlahen për shka për çështje të interesit. Pëtan. E tash për këtë arsye ka sheriati me prunë drejtësien, mi tregu kujna sa i takon dhe pse i takon. E tash, nëse sheriati do thot ka ardhur do thot për mi tregu drejtësien, atëre çka, nëse do në më musliman, çështu ka thonë Zoti edhe pikë. E për atë arsye kur njeriu është besimtar, këto puni ka shumë të lehta. Ama kur njeriu largohet prej besimit, atëre këto puni janë shumë të rënda. Pse se njëherë mas shpinës e ka shejtanin. Po jo mas shpinës, po shejtani hec nëpër trupin e njeriut, do thotë sikur ka hecën gjakin nëpër trupin e njerit. E për këtë arsye do thotë ka nëpër hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur dikush ta thotë dani llaf edhe ti nuk don me pranu atë llafin, ulu, nëse jeni kam ulu pak, pusho. Ose nëse je pa abdes, merr abdes, sa pëtan. Flladitë pak një herë, a bëresh. Nuk ka nevojë do thotë mi ngrit zonat më një herë edhe me u përlat do thotë për gjona banale. Po nëse don do thotë me i drejtue, ka njerëz të mëshëm të cilët ju drejtojnë edhe ju afrojnë edhe ju bashkojnë. Hala, ka kjo Kosovë, do thotë edhe kjo shqiptari, njerëz të cilët me të vërtet e kanë dert këtë punë edhe do thotë i bashkojnë njerëzit. Zoti shpërbleft inshallah të gjithë ata të cilët kontribuojnë në bashkimin e popullit tonë. Ndërkohë, Hoxh, muaji i Ramazanit është një mundësi e artë për gjithë ne. Jo vetëm për të rritur imanin dhe për të marrë sa më shumë sevape, por se edhe për të rregulluar ato marrëdhëniet mes njëri tjetrit, kryesisht mes familjarëve dhe farefisit. Tek ata të cilët nuk ka pas mundësi ndoshta të takojë, ose mes ata të cilët ndoshta ka patur në një hidhërim mes veti. Si ta shfrytëzojmë Ramazanin si një mundësi për të rregulluar marrëdhëniet tona? Mas pari herë, në Ramazan kemi një sen që ka i thojna iftar. Edhe një prej sebepeve që për më të rritën sevapi, çka është, mi thonë dhe një kujna iftar. E ta shekije vaktin, me thirë babën, me thirë vllavin, me thirë motrën, me thirë farefisin, me thirë danikan, me hangër një buk me tyje. Pse se kur shpërndan buk, është pjesë e imanit. Ose për shembull është syfyri, me pregadit një syfyr. Ose është për shembull sadaka i fitri, shka dush me shpërndaja dhe një kujna. Po thonë që disa iftare dhe disa syfyre ti lem për farefisin, të dedikojmë farefisit, sepse forcojnë dhe lidhjet. Na për shembull e bëjnë një gabim, thojna e thirna një dunjë, harrojna me thirrën vllavin tonë. Po vllavi jon valla është i keq, apo ton ki qetër më i mirë. Po joti është i keq i mirë, do thotë çaj është, apo e tash ti banu i Zoti që atë keqin më bën të mirë. E çka është mirësia, apo jo do thotë atë mirin më ja bëni të mirë. Normal, atë të mirë t'ja bëni të mirë, po me muj që atë të keqit më ja bëni të mirë që më mësu edhe ai, me mor do thotë një shembulltyr islam. E tash në Ramazan sidomos kije shumë dyrë, apo e ki iftarin, e ki syfyrin, e ki taravien, e ki sadaka i fitrin, po e ki do thotë zeqatin, po e ki do thotë ndihma tjera të cilat njerëzit japin në Ramazan. Pse? Se në Ramazan na zbutet zemra. Allahu dhul Xhelal nëpërmjet të agjërimit na zbut zemrat. E ka dhënë herë kur kena pas dani hidhrim për danikonin, e hek me atë hidhrimin, apo ose nëse dikush ai dënu me ty e shko te ai, apo çelja derën, apo e inshallah Allahu dhul Xhelal i bashkon zemrat e muslimanëve. Ndërkohë se na si populli na i vogël shumë. E tash që këto pak njerëz që kanë edhe mu i dhu mes veti, çka met mes neve? S'na met asera, s'na met, apo që na i ka përmend Allahu dhul Xhelal Kur'an. Por e joni është më kon bashk të gjithë, apo pse sa Allahu dhul Xhelal Kur'an ka përmend dhe ka thonë yedullahi ma'al jamaa. Dora e Zotit është me xhamatin, e kur je vetë si e kurkushi, ama kur je bashk, atëherë je dikush. Prandaj farefisit kemi obligime edhe si xhamat, po edhe si farefis, edhe si familjar. Si farefis do të kemi shumë obligim, apo kemi obligim me shku me vizitu, po kemi obligim kur është i smut me shkue, do thotë mi dhon gajret,
Jo mi thonë, ku filani ja kanë qështu një smut, edhe ti ku kështë të dek. Po me shku mi thonë, a pëton, më s'ki dartë, se një fjoni qështu ta kanë një smut, a bon për marak, që, po hes, për shkan, a din mi a thonë një laftë mirë. Pse? Se të smundja, që shme thonë, 50% ndikon fjala, 50% ndikon medikamentit të cilën t'je merë. E tash, do të na me fol fjalë mira, a pëton. Ama jo me shku të i smuti edhe me harru se kur ke shku, po me shku mi dhoni gajret edhe pastaj me hec. Po masën e kemi obligim kur dek dikush me shku me jafal gjenazën, po e kemi për obligim dhe thot nëse dikush ka borxhe mi janë ndihmu. Pse se... Dhe të farefisit tani bëhet dy fish obligimi, sepse janë dhe farefisit dhe besimtarë. Po, nëse për shembull lexojna për historisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka plot sahab, për shembull çka kur ka dek dikush, a çut e vorrët dhe ka thonë nëse i ka dikujt borxh, ja mone. Ama sot do thot ashtë i gjallë edhe nuk don me ngue pse i ka borxh dani kujt. Hajdin çka shumë një punë e rëndë. E na do thot do të mi kuptu këto gjëra, apo me janë ndihmu njerëzve. Pse? Sepse janë disa punë që ndoshta në këtë dunjë të falen, ama te Allahu dhe Xhelal nuk falet. Edhe shahid me ra, edhe shahid, a di çka, ai pedestali më i madh i vdekjes, çka ke vdek për hir të Allahu dhe Xhelal, kur dikujt ai ki borxh, Allah s'ta fal. Pse se ja ki borxh dikujt, ndoshti me akthi e borxhin. Ajo për shembull sikur sot do bëhen dunjoja, se ka gala ai ka borxh dikujt as i ka. E borxhi më tepër ku mirë te farefisi. Sa ai të beson më tepër, me ata hen edhe del, apo thon. Edhe tash apo thon çka, ti do thot e ki farefis edhe ke pas një mendim të mirë për ta, kur ta pash do thot ka dalë kundër ta. Për çka ka dalë kundër ta? Për atë arsye se pikën e besimit e kemi dopt. A për me pas pikën e besimit nalt, çka është me respektue edhe me nderu farefisin edhe mu lidh me zveti. A nëse nuk lidhmi, atëre puna jon kot është. Hoxha, unë falenderoj shumë për këto këshilla, për këto porosi, për rrugën e gjatë që keni marrë për të na prezantuar dhe për të qenë mysafir i këtij emisioni. Zoti ju shpërbleft. Faleminderit edhe një herë, shka isha pjesë e emisionit ju, inshallah shifemi herave tjera. Faleminderit. Miq, këtu e mbyllim dhe këtë takim të sotëm. Ishim me Hoxhën nderuar Ferit Selimi, ku na porositi për kujdesin ndaj farefisit. Na porositi gjithashtu për të patur një hapësirë të veçantë për farefisin, sepse pikërisht përmes kësaj mund të arrihet kënaqësia e Zotit, përmes kësaj mund të arrihet xheneti i Zotit, po edhe duke neglizhuar këtë pjesë mund të bijem në hidhërimin e Zotit dhe jeta jonë gjithashtu humbet begati të shumta. Unë falenderoj për vëmendjen, do të jemi sërish nesër me një tjetër të ftuar, me një tjetër temë, deri atëherë kalofshi sa mirë.